Në atë kohë, në fakt, kemi transmituar dhe bisedën që djali të Ndjerit ka bërë me një nga dëshmitarët, një bashkëshortarin e tij, që thot e kam parë unë, thot atë natë, 12:30, një pa i qerek, Edison Kodraliu ka debatuar me të Ndjerin, i cili punon të roje. Po, patjetër. Edhe ka dëgjuar duke kërkuar para borxh, sepse luante biços. Punë të tij. E kemi transmituar në 2017, ne. E thritën ndonjëherë këtë person? Që është bërë që atëherë. A e thritën ndonjëherë? Sigurisht që jo. Sepse në gjithë këtë histori, u desh kaluar në nëzë, të arrohet, me gjithë se ishin po ata vetë. Në basë një punë shumë mirë, në fakt, të asaj kohët policisë, rreth 60 persona u pyetën e tjerë, akt ekspertimi kriminalistik e gjërat e tjera që vërtetoni këta. Mi po gjërat ndryshuan rrugës. Ndiheni pak. Të mos harrojmë se ne kemi dhe dëshmitar okulare. Nuk e kapi prokuroria gjatë gjithë kohës, e kapi emisioni Stop. Pikërisht ku në atë kohë, ai ka shitur tokën e tij rreth 20-30.000 euro. Këto lek u përdorën nga avokati i tij bashkëpunim me prokurorin për të ndryshuar ngjarjen. Emisioni Stop do të hedhë dritë mbi këtë ngjarje ku do të publikoj fakte të cilat ose nuk janë bërë kur ose nuk janë hetuar nga prokuroria dhe policia e këtij rrethi. Unë dyshova nga dëshmia teme. Ai ka mënen të gjithë më dash. Po, bre. Çu ka thënë në polici? Unë e pash më 12 çerek, 12 zek ka qenë. E pash që i kërkonte lekat ditë. Ata dhanë policia dha ditë me lon leka dha. Kush e gjen tha, na jep një dëshmi të rregullt. Mi thon zua që ti na merita me një se i kam minat të gjë. Unë po ta them ty, ta di se i djalë që je, ama i futa në djeni. I thash, ajo që ka lojë të gomar, ajo e ka bërë atë gjë. Las 2 milion, 8 gjova që... Las 2 milion lek. I thash që atë unë të dash ta lekata. Ta që qatë do të bëjmë 50.000 lek. 8 gjova. Më tani, unë nuk duat leka gjova të që unë po të ndihmoj si shok. Se ti ke ngranë buk me burazerin tim, unë s'kam frikasur as nga njeri. Unë po të jap dëshmi shumë të forta. Edhe jam i sigur që ka bërë. Ose ka dëshmitar që kam parë dhe nuk dalin të të Ka dëshmitar që kam parë aty? Live. Pra unë thash e ditër fshati. Ty më ndihmovi që më tha dhe unë e pash që debatonte në orën 12:30. Një tonë dhe gjë me zarare se le kalamajt në smëri gjithjetë. Kurreve ti të shtatë dhe babaj, te e gjetën vrasin. Kushta? Në ajo. E gjetën dhe arrestuar. E gjetën u arrestuar, si shavelmune. Po bre, më kuptem. Ore unë them si të ndërtim nga posto, u arrestu. E të punua shumë. Më në ardi më tha që mos kërko më ti të rejon, tha ai e ka bërë edhe ti. Po kush mund të thotë se ka bërë? Kush është vrasësi? Unë nuk do esht as njerë derisa gjaku i ti ose shpirti ti të ri i qetë ati ku prejtë. Nga ai moment deri më sot nuk kemi asnjë procedim penal në ngarkim të këtij shtetasi, sepse një person që ka dieni për një vepër penale dhe nuk kallëzon, jemi para rastit të mos kallëzimit të krimit apo dhe veprimeve që pengojnë zburimin e së vërtetës. Në fakt, ekspertët tani do të flasin qartë të pasër, atë që ju parashtrova pak. Po mirë më falë, prokurori çështjes, nuk i... Apo, sa ka ndruar kjo? Po nuk i bëri çudi kjo punësi iku, kjo si rrëshqiti kjo ngjarje, kështu apo? Jo, të bënte minimumit detyrën që ka prokurori. Ja, të shërë, Margent janë se se të kuptu tash ai shiti 30.000 euro tokë për këtë punë? Ku van ato 30.000 euro? Ku van? Ushqim ke burgu? Pa ja pra. Jongshi me mici me shok. Pra po në këtë lloj forme i përtypin tule do t'i nxjerrin kockat. Një syrë shpërtyrë në fakt janë larguar për shkak të vetingut apo ku diun çfarë tjetër. Çështja vazhdon prapë tjetër, dosja e hapur. E trishtimi i madh që kanë marrë dhe amnisti. Kush? Ata që janë larguar nga vetingu. Po ç'a duhet bëni ata? Ja, burg ata. Jo. Do të bëjnë burg ata. Jo, po nëse është vërtet që e kanë bërë këtë në kokër të burgut, sigurisht. Po prandaj pra. Po ky është problemi që ne e kemi trajtuar fakt dhe ekspertë të kësaj fushë që largimi nga vetingu
Nuk më t'ishe, ke bë gabime dhe ik. Jo, hajde këtu. Nuk janë fare ke deklarimi pasurisë. Hajde këtu, ke pas dosjen me numër 307. Po e marrë kohë se mund të këtë që dë me një numër dosje me vërtet. Dosje me numër 307. Çfarë ke bërë? Ke nxjerrë pa fajshëm sa Mirë Kodër dhe këtë janë Zenelajn? Jo. Kalo pak atje. Pra, ekspertët për thoja flasin qartë e pasër. Një analizë e kriminalistikës ligjore që vërteton qartë e pasër që i ka pas shenja barutje e tjerë, nuk mund të zhvlerësohet me një deklarat pas 3 muajsh nga një person që nuk është vërtetuar fare që lizat e telefonike apo këtë se çfarë tjetër. Dijeni pak. Ajo që është më e çuditshme është se kjo çështje ka rrjedhur më pas në tuar të ndryshme prokurorësh, të cilët e kanë hapur çështjen vetëm në sajt të publikimit në media të këtij rasti, por asnjëherë nuk kanë kryer veprime hetimore konkrete dhe korrekte në lidhje me rastin. Qofse ne do t'i referohemi çështjes aktualisht, çështja ndodhet e hapur prej më shumë se 5 vitesh, nuk është se ka një rezultat final, por me të gjitha provat që ne kemi në dosje, kemi një autor i cili nuk është çuar përpara drejtësisë. E them me plot bindjen kemi autor sepse akti e ekspertimit kurse si nuk mundet të vihet në diskutim nga një dëshmitar dhe aq më tepër nga djali i tezës së autorit të krimit. Kush është më i rëndësishëm sipas jush, një akt ekspertimi shkencor apo një deklaratë thjesht? Këto të përdorur në një proces penal. Deklarata nuk mund të barazohet me atë ekspertimi, se deklarata është një provë e gjallë që mund të ndryshojë me kalimin e kohës për arsye nga më të ndryshme. Kurse akti ekspertimit është rrjedhoje e njohurive dhe aftësive të posaçme që zotëron eksperti që ka kryer aktin e ekspertimit. Është tepër nuk ka logjik, nuk ka sens që një deklarat të rrëzojë një akt ekspertimi. Ka më shumë rëndësi një akt ekspertimi shkencor i cili është bashkalidhur me të gjithë provat e prokurorit apo një deklarat në një proces penal? Dëshmitë e personit janë ata që percepton ai për botën e jashtme. Si e percepton ngjarjen, po prova shkencore është gjë tjetër. Pra duhet të jetë prova shumë të forta që të hedhin poshtë një provë shkencore. Siç është gjurmëgishti, faktor plotësues qitje, shkaku i vdekjes së një personi, sepse është ose njëri ekspertim, i cili që mund zbulohet ekspertimi rreth vetari, pra duhet të jemi shumë të kujdesshëm në hedhjen poshtë të provës shkencore. Pra nga gjithë faktet, provat, por edhe nga profesionistë të fushës, ne kuptuam që provat shkencore, por edhe deklaratat për zbardhjen e kësaj vrasje janë brenda dosjes së prokurorisë së Korçës. Këto prova ngren dyshimin dhe na çojnë drejt autorit kryesor të kësaj vrasje, Edison Kodraliut. Pra, le të shërbejnë këto prova dhe publikimet e emisionit Stop si një indicje që prokuroria e Korçës të zgjohet dhe të zbardh vrasjen e Vloçishtit, një vrasje ndodhur 13 vite më parë. Tani, se pa dashur të bëj kështu më se nga që kemi parë këto filmat edhe puna nga ka bërë që kështu, po kështu funksionon bota. Një prokuror i mirë, këtu e 13 vjetë për para, ke në dorë aktin e ekspertizës, që vërteton që në rrobat e tij ka shenja baruti, nitrite të shkrepura, ke dëshmi të dëshmitarëve okular. Po jo më vetëm kaq. Okej. Ke një dëshmi pas 3 muajsh ku ndryshoi gjitha gjëja. Ja, nuk bën kjo punë. Hajde këtu, që lizat e tua telefonit ku kanë qenë atë natë. Asa shumë momente, asa shumë gjëra, ka detaje që vërtetonin të gjithën një herë e mirë. Dhe nëse ky Edison Kodraliu nuk do ishte i përfshirë, megjithëse pak e vështirë, po prezumoj pafajësinë e tij pa marrë një vendim gjykata, por dyshimet bien të gjitha mbi atë. Është kjo. Dhe mbaroi kjo punë. Mirë po, me ç'duket, sigurisht në këtë vend gabimet e mjekut, dhe jo vetëm këtu, në gjithë botën, gabimet e mjekut i mbulon dheu, ndërsa këtu fajin në këtë vend e marrin gjithmonë ata që vdesin për shkak të prokurorëve apo gjyqtarëve. Por nuk do t'i ndahem kësaj gjëje derisa atë që tha i biri në fund fare, të gjej qetësi ai ndjeri që ka shlarguar nga kjo dy. Dhe meriton ta gjej. Patjetër që po. Natën e mirë dhe përshëndetje shihemi nesër mbrëma. Natën dashur miq. I thrasim. Miru takofshim, i thrasim. Thriti. Flonza. Flonza.
067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.